Tash sa kilogrami je? Për momentin i kam 75. 75 kg. O zot, sa mirë o vlla. Në jesh atë bro. Normal Je që mirë një tash, ratë se kena punu dhe e kena arritë atë qëllimin më të madh deri në tash me peshën. E ke arrit qëllimin më të madh. Interesant shumë. 120 kg. Për sa kohë i hoqë? Brenda 7 muajve i kom hek killat. Deri në sa? Deri Deri në në sa? 75? Po, deri në 75 por brenda 7 muajve. Po ç'a bën o gjigant? Ai bë operaciona në gjonë, ndoj luks në heki luksën në gjonë. Krejt mbas sportit, edhe mendimin e Rubin Krasniqit, se kam edhe trener, dhe që ta kallon këtë respekt dhe dhurat e vogël. Kush më ka dhënë të? Rubin Krasniqi. Rubin Krasniqi, boksieri? Po. Rubin i dashur të rrit nëra, faleminderit shumë. Ja, Rubin Krasniqi, edhe më në nënshkrim e pas ka dhënë. Faleminderit shumë i dashur Rubin, edhe je i mirë se ardhur në Folship Show kurdo që të kesh dëshirë. E ta hapi pak gjigant se unë jam mësue ndryshe. Ate dorizat e mija jonë. Nuk jonë kështu. Hajde se po i vendos këtu me qenë si kam nga Rubini, edhe ti mbaj këtu në dorë. Përshëndesim Rubinin, shumë suksese vlla, vazhdo kështu, na bëj krenar. Mrena 7 muaj i hoqe Po, gjithë këto kile. gjithë këto kile. Brenda 7 muajve me i hersh, i bjen një, numërojmë pak marash, Sa i bjen mrena 7 muaj, sa i hoqe një 45 kile. 45 kile. 35 kila 40, po. Një, sa i bjen, 6-7 kile në muaj. Do më thonë, po, që 6-7 kile në muaj. Po. Do më thënë gati afër, gati 2 kile në javë, jo bash, 1 kile gjysë, 2 Qështë 1 kile kile në gjysë javë. 2, po. Edhe veç me ushtrime, po edhe me ushqim. Me ushqim, o desh këtë, ku e mora këtë qëllim me hek kila, të desh me ndryshu jetën time në ekstrem, por një ditë ketë, dhe kom vendos që qëto muj, po edhe qëto vite pak, me lonë sakrificë vetit shumë, po tana jetën time të ashtu me jetu pak ma letë. Ki fillu me boks për me Me hek umbe kile, vesh, po. e tash e ki vrej që kini talent, edhe që një vjet tash ki dalë në profesional në boks. Po, i kom edhe meqë amator, po ku i kena hek killat, tana ku kena rom peshën që shdut, i kena bo meqë amator, dhe kena fol me Haxhi Rubin Krasniqin që është trenirim, dhe kena kontaktu, kena fol që shdo me bot armët, dhe dal nga dal kom hinë boksin profesionist, ku i kom bo 2 meqe në boksin profi, dhe të dytë i kom kry me suksese, dhe tash meqën e tretë do t'jetë me 15 mars në Austri. Tash më ka ndesh në këtë dy jo profesionale. Ornone? A janë ndesh dy ndeshje që pas amateur apo jo? Jo, profesionale. Profesionale. Po. Më kë? Tudi